Policia e Tiranës i ka kthyer përgjigje negative Partisë Demokratike lidhur me protestën e 16 majit. Në shkresën që dorëzohet sot, policia thotë se tubimi nuk lejohet për shkak të perimetrit të sigurisë të përcaktuar për samitin evropian. Sali Berisha njoftoi protestë pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, ku Partia Socialiste siguroi 83 mandate në Parlamentin e Ri. Mbrojmë votën e shqiptarëve. Protestë më 16 maj ora 17 Bulevardi i Ri, shkroi Berisha krahas sloganit. Berisha shpreh se protesta do të jetë paqësore dhe sipas tij ka për qëllim të sensibilizojë opinionin publik botror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektoral Edi Rama. Libri i zi i këtyre zgjedhjeve shkruhet më datë 16 maj ora 17 për të sensibilizuar opinionin publik botror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektoral Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore, ne garantojmë se nuk do të ketë probleme që të cënojnë në shkallën më të vogël sigurinë e dinjitarëve që vinë, por duam që ata të mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve, tha ai. Mbetet për tu parë se çfarë do të bëjë Partia Demokratike, sa kohë policia e shtetit nuk i ka dhënë leje për këtë tubim